Mirdita zotëri. Mirdita. E dini sa keni vozitur? Po e di. Ju keni vozitur 80 km në orë. Atje poshtë te tabela shkruan 50 km në orë. Pra, për çdo 10 km në orë, ju do të paditeni nga 50 euro. Gjithsej, ajo kushton 150 euro dënimi juaj. Hajde. Ju e në këto si në Gjermani duni të boni me euro të punoni, ja? Ne sinojmë perëndimin, zotëri. Ju sinoni perëndimin. Ro? Kur gjosh, që di gjë puna, më merr shumë vagë të kallzoj dritë, kështu ti bim shkurt, unë shefin tonë, kryeshefin, e kam shoq, ngushtë. Mos e bëjmë punën e madhe. Okej që e një shefin tim, por dënimi është 150 euro. Të smirë ke vesh dhe vëlla, hiq. O, polic, shefin tonë, unë e kom po pratim, e kom me i këshpaje. Pse exageron që ka të qomshte, qëfar o punë, qëfar dush? A merr vesh? Po haj thire njerë të shohëm. Si duke të dul hesapi, e? Në rregull, ndihmën e shokut e shfrytëzoj. Ndihmën e publikut nuk e se këtu nuk ka publik. Tani të ka ngelur vetëm ndihma 50-50.